Horoskopi ditor e hënë 13 tetor 2025 Dashi. Ju mbështet dhe ju jep energji intensive pothuajse shpërthyese, por keni kujdes të mos lodheni shumë shpejt. Impulsiviteti mbetet dobësia juaj në dashuri. Nëse diçka nuk ju bind, flisni menjëherë me të, pa u mbyllur në vetvete. Ata që janë beqar mund të marrin një mesazh ose ftesë që ju ringjall kuriozitetin. Në punë është koha për veprim. Ata që duhet të marrin një vendim duhet të presin më gjatë. Tetori hap perspektiva për rritje, por vetëm nëse jeni gati të ndryshoni diçka në mënyrën se si qaseni sfidave. Demi. Sipas horoskopit, marrëdhëniet po ndihen paksa të ngadalta, sikur të duhet i bësh të gjitha vetë. Hëna bën thirrje për qetësi dhe moderim, veçanërisht me familjen ose partnerin tënd. Nëse diçka nuk është në rregull, trajtoje me butësi, jo me kokforci. Në punë po shfaqen mundësi të mira, por nevojitet durim. Një projekt i rëndësishëm po rritet ngadalë, siç vetëm ti e di se si. Binjakët. Jeni plot ide, fjalë dhe lidhje, një mesazh, një telefonat ose një ndikim i rastësishëm mund të hap shtigje të reja. Në dashuri, biseda kthehet pas një periudhe ndarjeje. Më në fund mund të jesh në gjendje të shprehësh ndjenjat e tua. Në punë nuk ka mungesë mundësish, por nevojitet organizim. Shmangni humbjen e energjisë në shumë projekte në të njëjtën kohë. Gaforja. Her pas here duhet të tërhiqni në mendimet tuaja për të rifituar ekuilibrin në dashuri. Përpiquni të kuptoni nëse po kërkoni shumë apo pak. E vërteta qëndron diku në mes. Në punë disa mund t'ju nënvlerësojnë, por shpjegimi juaj do të vijë së shpejti. Mos harroni se gjërat më të mira vijnë nga heshtja dhe nga durimi. Luani, sipas horoskopit, ju jeni karizmatik, vendimtar dhe të gatshëm të pohoni veten. Në dashuri, pasioni dhe spikatja kthehen. Ata që ju nënvlerësuan do të duhet t'i rishqyrtojnë mendimet. Është një ditë ideale për të sqaruar, për të rifituar veten, vlerën tuaj ose thjesht për të demonstruar vlerën tuaj. Në punë ka disa tensione të vogla, por ju keni forcën për t'i kapërcyer ato. Ata që kërkojnë një ndryshim karriere mund të marrin disa lajme emocionuese brenda pak ditësh. Virgjëresha. Jeni të zënë me 1000 mendime, ndoshta edhe shqetësime financiare ose familjare, por jo gjithçka është e vështirë sa duket. Në dashuri, ata që janë në një lidhje duhet të shmangin kritikat e tepërta, nevojitet më shumë qetësi. Në punë gjërat po ecin ngadalë, por me rezultate të mira. Angazhimin nuk po kalon pa u vënë re. Peshorja, me Venusin në favorin tuaj, jeni më simpatik, më të afrueshëm dhe më të ekuilibruar. Kjo është koha e përkryer për të zgjidhur një çështje romantike ose për të rilidhur me dikë të rëndësishëm. Në punë, do të jeni në gjendje të shihni bashkëpunime ose mosmarrëveshje të reja që do t'japin fryte deri në fund të muajit. Akrepi. Hëna ju bën të thellë, magnetik, por edhe pak të shqetësuar. Keni kujdes me fjalët tuaja, mund të thoni më shumë se sa duhet. Në dashuri, dëshira është aty, por nevojitet qartësi dhe besim i ndërsjellët. Ata që janë beqar mund të mahniten nga një shikim apo një takim i papritur. Shigjetari, ndiheni më të lehtësuar, gati për të filluar nga e para. Është një ditë ideale për të planifikuar një udhëtim, një përvojë të re, ose thjesht për të lënë pas ato që nuk ju shërben më. Në dashuri, buzëqeshja juaj kthehet, edhe ata që kanë pasur vështirësi së fundmi mund të përjetojnë një rikëmbje pozitive. Në punë, perspektivat e reja janë stimuluese. Lini vend për ide, sepse konfirmimi do të vijë së shpejti. Bricjapi. Hëna disodante ju bën të menduar, ndoshta edhe pa kritik ndaj atyre që ju rrethojnë. Në dashuri, këshilla është të mos mbylleni në vetvete dhe arsyeja duhet t'i lër vendin emocioneve. Në punë jeni në një fazë riorganizimi, diçka po ndryshon, por në fund të fundit do të jetë në favorin tuaj. Ujori. Je gati të thyesh modelin, të eksperimentosh dhe të shprehësh mendimet e tua pa filtra. Në dashuri, disa mund të gjejnë të papërmbajtshëm pikërisht për shkak të autenticitetit tënd. Në punë ka lajme të mira, një projekt krijues ose një ide inovative, më në fund mund të marrë jetë. Peshqit. Emocionet janë intensive, ndoshta edhe tepër intensive, por ato
ju bëjnë të thellë dhe më të frymëzuar në dashuri. Ata që kanë vuajtur së fundmi, më në fund mund të gjejnë një përgjigje, një shenjë, një gjest pajtimi. Në punë, besojnë intuitës tuaj, keni një shqis të gjashtë që ju dhëzon më mirë se çdo logjik.